Nërmi, selam aleikum, mirë se shihemi sërish në këtë takim të përditshëm në muajin e Begat të Ramazanit, dhe të jemi në këto minuta në vijim së bashku për të folur për një prej temave që shpesh diskutohet, shpesh është përditshmëri e çdo besimtari, shtëpia e dytë e tij. Do të flasim për etikën e shkuaris, e qëndrimit, e ndërveprimit me xhamin. Dhe këtë temë kemi kënaqësinë që ta trajtojmë me hoxhën nderuar Armend Haxhiu. Hoxh, mirë se vini. Mirë se vini, faleminderit për ftesën. Por ashtu si tham, xhamia në një farë është shtëpia e dytë e çdo besimtari, duke qenë se hyn dhe del ndoshta 5 herë në ditë në varësi të mundësive. Çdo besimtar sa herë që ka rutinën e tij të përditshme, sa herë që dëgjon ezanin, kthehet nga xhamia fillimisht me zemër dhe pastaj prezanton atje. Sa e rëndësishme është që para shkuarës në xhami të kemi një vetëdije të brendshme, të zemrës, pra të shkoj zemra para se të shkoj trupi. Bismillahirrahmanirrahim. Të flasim për xhamin, jemi duke folur për një koncept shumë të madh. Jemi të folur për shtëpinë e Zotit, e cila quhet Bejtullah, përveç se quhet edhe xhami, por në anën tjetër, sikur se te përshkuve, është shtëpia e çdo të devotshmit. Kështu e shkruan pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Andaj, a do të kemi etik, a do të kemi një lloj kodi se si ne shkojmë atje, po dhe kjo ndohet në dy qasje, ajo qasja fizike dhe shpirtore, dhe secila qasje e kërkon atë para përgatitjen e vet. Andaj pej moralit më të lartësuar dhe të rekomanduar të besimtarit është që para se me u nis me shku në xhami të jetë i pastër. Dhe kjo është një lloj parakushti për me prezantuar në xhami. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e përshkruan shumë bukur kushdo që merr abdest dhe niset me shku në xhami, në çdo hap që shkon në këtë rrugtim e ka një sevap dhe e ka një fshirje mëkatesh. Dhe kjo është arritje e madhe. Mirë, po çysh do të më shku që kjo rrugë që të më arritë kjo? Tham fillimisht do të më konë robi i pastër me abdest dhe pastaj kalon në fazën e dytë, fillimisht apo ton fizike, tash është e shpirtore. Dhe si veprojmë në momentin që dalim nga shtëpia, themi bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. I mbështetem Zotit ton që në këtë rrugtimin ton të mos na ndodh asgjë. Kjo është për të mirën ton, ndërsa në anën tjetër ky rrugtim na jep neve një status të veçantë, mosafir të Zotit. Do të prej momentit që ti nisesh nga shtëpia jote, në çdo hap e ke një sevap dhe një falje mëkate. Mirë po, a mjafton me kaq me etik? Jo. Është një kodeks i mbushur, të cilat ta mundsojnë ty me pas këtë statusin e musafirit Zotit, sepse ty të shku në shtëpinë e Zotit. Dhe kjo shtëpi e Zotit është statusi më i lartë që mund të pas në një objekt mbi tokë. Mirë po, si shtëpi e Zotit ka dhe protokolin e vet. Andaj se vapi hoxh fillon që sa del prej shtëpisë. Se zakonisht statusin e merr kur hyn. Ju po thoni që sa po del, fillon se vapi, fillon dhe statusi. Pra, se shumë bujare si ti janis me marrë avdes. Momentin që ti ke marrë avdes, hadithi kështu e përshkruan, ai që merr avdes dhe shkon në xhami. Mirë, po rrugtimit, thamë ne u pastru, u vesh, bismillah tawakkaltu ala Allah, ka dalë për shtëpisë në rrugtimin e vet, e tash do të me përgatit zemrën ku je të shku. Sebebet e para kanë qenë fizike, tash dalim me fizike ato aspekte shpirtore. E cilat ato? Thot pejgamberi sa që besimtar në rrugtimin për xhami, është mirë me lut Allahun, me bë dhikr Allahun. E cila është ajo? Është një dua e cila është shumë e bukur, është madhështore. Realisht e bën atë ngrohjen e zemrës për diçka më të madhe. E cila është ajo? Është doaja ku pejgamberi alayhi salam thot Allahumma jal qalbi nura, o Zoti jam të los që zemrën time ta mbushësh me nurin e imanit, me dritën e imanit, wa fi basari nura, dhe në shikimin tim mbushë me dritë, nur, edhe dëgjimin tim. Dhe pastaj vazhdon hadithi dhe nga para, dhe nga djathtë, dhe nga mrapa, dhe nga lart, dhe nga nën këmbët e mia, dhe në fund wajal qalbi nura, dhe ma mush zemrën time të tërë me dritën e imanit. E pse kjo? Sepse ai udhëtimi ku ne jemi duke shkuar në xhami e ka për mision adhurimin Allahut, e cila pastaj në kthem do të na mundsojë që zemrat tona të lidhen me Allahun, respektivisht të mbushen me iman. Andaj e shohim ne sot çdo operacion i madh, çdo përgatitje punës kërkon para përgatitje. Andaj Muhamedi alayhis salam na mëson për një namaz më kvalitativ, që ne të jemi të angazhuar me dhikr dhe përmendjen e Allahut. Andaj çfarë themi? O Zot, na mbush zemrën nur, shikimi nur, mos më pa haram, mos më dëgju haram, mos na ndodh diçka. Gjithat këto çfarë për me arrit ne të sigurt dhe të shëndosh në shtëpinë e Zotit. Pra etika fillon që tek
që tek nisja, sepse nuk mund të jetë një rrugtim drejt xhamisë duke parë lart e poshtë ose duke folur fjalë të pahishme. Pra që nga kusht që të nisemi drejt xhamisë, të kemi vetdijen për adhurimin në cilën jemi, po dhe të bëjmë dhikr apo dhe të bëjmë dua. Nëse nuk e dim duan që ju përmendet, a mund të thot besimtari dua të tjera ose dhikr gjithsesi, ne jemi të fol përmendat në fillim thash morali i rekomanduar, se besimtari ka mundësi me shku në xhami edhe pa abdes. Mirë, po ky udhtim i llogaritet ibadet për momentin që arrit atë. Gjithashtu ti si besimtar me vetësim të lartë, ke marrë abdes të shtëpia, je përgatit, e ke thon lutjen, po nuk është kusht, vetëm ke lutje. Ti mund të bëj dhikr, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, istighfar. Gjitha këto janë këto ibadete që na ngritin neve statusin tek Allahu. Mirë, po, don ajo përgatita që thamë ne është një lloj pjesë fizike edhe shpirtore, duhet më shoqëru robën e Allahut. Andaj pe edukatës me ecë për në xhami, cila kanë përmend dietarët, është me ecë me dinjitet dhe krenari dhe mos me nxitu. Je duke shku me taku Allahun. Dhe morali yt do të më qenë i veçantë. Pse si duke taku krijuesin tan, nuk ka diçka më rëndësi në këtë univers se sa krijuesi ynë. Andaj takimi sy do të më qenë me një formë të lartësuar, me dinjitet, do të më qenë me krenari, as me vrapu, as me shku do sikur themi ne pa kokë. Pse? Se je duke shku të takuar krijuesin tan. Është nder për ty, është fisnikim për ty dhe ti shpreson që ky takim më qenë mbushje i imanit tan. Andaj edukata e shkues në xhami kërkon për neve që ne të jemi të kujdesshëm në veprimet tona, në hapat tona, po edhe këto veprime janë shembuj dhe davet për tjerët. Andaj besimtari e ka gjysmën e fesë të tij të ndërtuar mbi moral, mbi edukat. Jo vetëm ecja në xhami, po e kemi edukatën e punës, shoqërimit me njerëz të folurit, e gjitha këto e plotësojnë moralin e besimtarit vajler. Ndërkohë duhet që njëti vazhdimisht të jetë i qartë dhe i kthjellët e besimtarit, sepse normalisht në xhami takon shumë njerëz dhe ndoshta mund të ndrojë njëti, ndoshta nuk mund të jetë aq i kthjellët. Pra sa rëndësishme është që ky rrugtim dhe kjo vizitë jetë vetëm për hatër e Zotit dhe të mos ketë qëllime apo njëte të tjera. Tash koncepti i jetës është një koncept që ndoshta nganjëherë shkakton huti. Njerëzit e kuptojnë jetën ajo çfarë thonë, e bëra njët këtë dhe atë. E ne themi pak më shumë se sa kaq. Njëti është ai qëllimi që është bërë nga zemra, e përfshin trupin të tërën dhe mendjen dhe pastaj gjymtyrët nënshtrohen. Ndoshta nuk ka nevojë fare që ta shqiptojmë atë të themi e kanë bën jetë këtë dhe atë. Andaj në këtë drejtim besimtarët, të cilët janë mësuar me bë vepra të mira, janë mësuar me respektu kufit e Allahut, zemrat e tyre me lehtësi prodhojnë vepra të mira, prodhojnë njete të cilat shpinë të vepra të mira. E gjithsa ata rob të Allahut të cilët janë mësuar me ecë për s'ka kufive të Zotit. S'pa themi me shkel kufit e Zotit, mirë janë mësuar të pare, e ndoshta nga me shkel kufit e Allahut, të tillë kanë telashe që me prodhu njete të mira, njete të sinqerta. Andaj çfarë themi ne, nëse dëshiron që njetet e tua të janë të sinqerta, të janë të fuqishme dhe të përdojnë vepra të mëdha, mundohu që të lidhesh me Allahun sa më shumë. Andaj lidhja më e mirë e robit me Allahun, cila është namazi. Aja quhet zatën salat apo el itisal, lidhja me Allahun. Andaj për njetin na ka vëllai një hadith të cilën dietarët e kanë vlerësuar gjysmë e fesë. Allahu akbar. Një hadith i cili e përfshin gjysmën e fesë, e cila është ai innamal a'malu binniyat, me të vërtet veprat gjykohen sipas nijeteve. Andaj kush e ka thonë? Mësuesi i njerëzimit, Muhamedi alayhis salam. Andaj është më të vërtet sepse dietarët kur kanë komentuar këtë hadith, kanë thonë se shumë vepra të zakonshme, kur pas tyre qëndron një niyet i fuqishëm, i shndron në adhurime. Njeriu han buk e ka shpërblimin e adhurimit. Kujdeset për një shtaz ka shumë në shpërblimin. Andaj niyeti është shumë i rëndësishëm. Në këtë kontekst mund të bësh një që edhe mund të takosh një vëlla musliman tek kur shkon në xhami për të falë namazin, apo mund të bësh dhe njete të tjera të cilat ndoshta e pasurojnë njetin kryesor. Pra nuk ka si problem edhe nëse shton njetet. Gjithsesi, mirë po është edhe kundërta, e shumë vepra të mëdha janë bërë të vogla apo kanë përfunduar të papranuar si pasojë njeteve të tyre që janë bërë për ato vepra. Andaj dietarët këtë hadith e vendosin shumë lart. Në gjë çfarë thotë Ibn Taymija, s'është fjalë ime se isha friksu ta them. Mirë po Ibn Taymija thotë njeti është më i madh se sa vetë vepra. Allahu akbar.
çfarë koncepti njeti është më i madh se sa vetë vepra. Andaj qysh e kanë trajtuar dietarët këtë çështje në njëtet, e kanë trajtuar me një koncept të madh. Do të tregoj një rast që ka ndodhur në dietarët të quajtur Qawariri, një hoxh që kishte jetuar në Basra, e cili kishte pas njet që ta falte namazin gjithmonë në xhami. Po një natë Zoti sprovon në kohë namazit yatsis, vizitohet nga disa musafir dhe i ik namazi yatsis. Andaj pasi shkojnë musafirët del në qytet dhe i vizitojnë gjitha xhamiat, mos po gjen ai grup të xhamatit që ta fal namazin me ta. Mirë po nuk zjen askën. I dëshpëruar, mërzitet, kthehet në shtëpi dhe e fal namazin yatsis. Qysh e fal? Hadithi Muhamedit alayhis salam thotë se namazi me xhamat është 25 herë apo 27 herë më i shpërblyer se ai që falet individualisht. Andaj thotë ky njeri do falë 27 herë yatsin. Vetëm se të nxo këtë sevap. E ka pas niyetin me nxon këtë sevap dhe e fal namazin yatsin 27 herë në shtëpinë e vet dhe bie me fjet. Mirë po, kur bie me fjet, po është një ndër çuditshëm. Një ndër çuditshëm ku kaleron mas një grupi të kalorësve, por të cilët kalorën me shpejtësi të madhe dhe thot unë e kalorova kafshën time aq shpejt, atë kalin tim, saqë e zura të fundit e grupit dhe po më thot ai kalorësi i fundit, o ti person që po na ndjek mos u lodh fare, se s'mundesh me na nxon. Na e kem fol yatsin prom me xhamat. Don mund jo që ti e bën, don komo shpërblyt e Zotit po s'mundesh me na arrit. Ata njerëzit që kanë dituri të mëdha, edhe që kanë jetë të forta, çfarë veprime bëjnë veprime të mëdha pse si kuptojnë, andaj na shpresojmë që më të vërtet veprat tona do të jenë të kanë status të lartë tek Allahu. Mirë po prapa këtyre jetëve duhet të shoqërohemi me vepra që të arrijmë qëllimet tona dhe vepra të cilat shpërblehen shumë madje edhe të folurit tonë. Madje edhe në buzëqeshjen tonë. Pejgamberi sa më ka quajtur sadaka buzëqeshjen, andaj të mundohemi të arrijmë kënaqësinë e Allahut, qoftë që ka thënë pejgamberi edhe me gjysur me mbrojtje pes zjarrit të xhenemit. Andaj kjo do të thotë që morali jon mirë po shoqëruar me një jetë të fuqishme. Ndërkohë etika e xhamis ju thatë që fillon që prej shtëpisë, që tek momenti ku marrim abdes. Ndërkohë kemi momentin kur hymë në xhami. Xhamia ka nevojë për qetësi, pasi dikush është duke u falur, dikush është duke bërë dua edhe me radhë. Sa e rëndësishme është që të hymë me një lloj etike, me një lloj qetësie në xhami. Thamë herët se xhamia është shtëpia e Zotit, po është shtëpia edhe të devotshmëve. E që respektivisht nuk kuptohet se në këtë shtëpi të Zotit nuk duhet të trajtojmë si objekte fizike. Mirë po, objekte që kanë protokoll të vetëm dhe se të tilla, momentin që hymë në xhami e kemi një protokoll që duhet me respektu. E sidomos duhet të ruajt ambienti ku mundson adhurim të Allahut. Andaj në këtë drejtim, cilla është çështja që ne duhet me bë. Shpesh shohim njerëz që si të hyjnë në xhami, selam aleikum xhamatit më të madhe. Jo, kjo çështje është e gabuar. Është çështje e gabuar fillimisht, ne duhet të merrem me veten tonë, me shku, me vendos një çesh, me plotësu safet, mirë po jo me pengu tjetër apo të flasim me Zot të madh. Kjo është çështje e gabuar sepse namazi është çujt bisedë private mes robët dhe Allahut. E nëse është bisedë private i një individi me individ, a shkojmë ne ato me shqetësu? Jo, lese kom një bisedë intime, një bisedë private. Ande adhurimet e robëve të Allahut në xhami janë biseda dhe biseda mes Allahut dhe individëve dhe robëve të Allahut. Atë nuk duhet të shqetësojmë. Ngritja e azanit. Ngritja e azanit është pe gabime shumë të mëdha që ndodhen në xhami. Ka ndodhur një rast në kohën e Omerit radhiyallahu anhu. Omeri ishte halife dhe duke qëndruar në xhami, po thot një sahabi, thot dikush hidhte guraleca në qafën time. Thot dhe ktheva kokën, pesha që është Omeri. Dhe po më thot, po më urdhron, shko me sill ata persona që janë duke folur me Zot lart në xhami. Tek one. Dhe kur i solli ky sahabi ata persona thot nga vendi jo, thot jem jashtë Medinës, jem nga Taifi. Nuk e kishin mësuar akoma etikën e xhamis, veçanërisht aty ku ishte edhe Omeri. Po edhe po i thot Omeri, sikur të ishit nga Medinja, do t'ju edukoja. Me fjalë tjera do t'ju rrafja. Janë një mësim, sepse në xhamit e Allahut nuk janë ndërtuar për diçka përveç se me adhuru Allahun. Çka kuptojmë me kjo? Se janë të ndaluara bisedat në xhami? Jo. Nuk e themi këtë koncept se është ndaluar biseda në xhami, por do të më qenë një bisedë e cila është e dobishme. Pa e kërkuar qetësia dhe mos shqetësimi i tjetrit. Gjithsesi. Mirë po nëse ka një bisedë, nevojë për një bisedë të dobishme, lejohet me fol. Mirë po jo biseda ku kemë bëjmë me dunjallakun,
ku të kemi çështje të cilat ndoshta janë të lejuara, mirë po të padobishme. Andaj e kemi hadithin e Muhamedit alayhis salam, i cili është i mjaftueshëm për inspirim, thotë nëse shehni dikën të bë tregti në xhami, çfarë të themi? Mos ju dhor Zoti bereqet këtë tregti. Allahu mos ta mësoj fitimin e kësaj pune. Andaj tregtia e lejuam, mirë po se ka vend në xhami. Don martesa e lejuam, se ka vend në xhami. E keni hall me diskutu, se ka vend në xhami. Hallin dhjetet drejt Allahut. Andaj çështja e besimtarit është se e ruan shenjtërinë e xhamisë, e ruan ambientin adhurimit, sepse ato njerëzit nuk shkojnë për me bë tregti, as nuk shkojnë për me pensu, as nuk shkojnë për veprime të tjera, mirë, po vetëm ta adhurojnë Allahun. Edhe sapo hyn besimtari kërkohet që të fal 2 rekat namaz. Ka një namaz të veçantë që është namazi i xhamisë. Çfarë vlere ka ky namaz dhe pse nuk do ta humbim shpërblimin e këtyre 2 rekateve? Vlera namazit që quhet tahiyatul masjid apo namazi përshëndetësi xhamisë është një namaz me vlerë të madhe tek Allahu, dhe në këtë drejtim ne si musliman e kemi një koncept të cilën duhet ta respektojmë. Ajo është suneti Muhamedit alayhis salam. Tek 3 mëdhëbe thuhet se tahiyatul masjid është sunnet, ndërsa kemi edhe argumente që anojnë ka vaxhibi. Mirë, po ajo është më e saktë se është sunet, andaj këtë drejtim të hysh në xhami dhe të ulësh, nuk është edukat e besimtarit. Nuk është i takon besimtarit me ul dhe pastaj më nis me bë muhabet dyjes, sikur që përmendëm më herët. Andaj besimtari hyn në xhami dhe përshëndet, jep selam xhamis, duke i falur 2 rekate namaz nafile që quhet tahiyatul masjid. Dhe në këtë drejtim, ka herë shohim që ky koncept është keq kuptuar. Ndodhin dhe vetë është koha e farzit, ai është të fal tahiyatul masjidin. Jo, nëse është farzi, ka përparësi farzi dhe ka ibadeti që është udhën nga Allahu. Mirë, po tahiyatul masjidi është një adhurim të cilën duhet ta kryejmë secili nga ne. E kujtojmë hadithin ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha disa sahabit, ngreto dhe fali 2 rekate. Ngreto, andaj në këtë drejtim cila është çësia jonë se ne mundohemi që ta respektojmë për këtë në xhamis, të nxojmë sevape dhe të sillemi si musafir të Allahut. Andaj kjo tahiyatul masjid është një adhurim të cilën nuk duhet ta braktisëm, mirë po kur themi për sunet duhet të jemi të kujdesshëm mos të bashkëm nonca se kemi të bëjmë një farz. Gjithsesi, është një etikë e rëndësishme e prezantimit në xhami që besimtari sa të ketë mundësi duhet ta plotësojë. Ndërkohë, pjesë e etikës dhe moralit me xhamin është edhe veshja shpesh. Ka plot hadithe që nxisin për të qenë sa më të kujdesshëm, sa më të rregullt, mundësisht për të përzgjedhur dhe rrobat me të cilën shkojmë në xhami. Çfarë thot suneti profetit sallallahu alajhi wasallam konkretisht për këtë pjesë? Padyshim se çështjet e veshjes duhet kushtuar si besimtarë gjithnjë, mirë po veçanërisht në 2 situata. Ato lidhen fillimisht me bajramin e javës, ditën e xumë, dhe me 2 bajramet e vitit. Andaj cila është çështja për bajramin e javës? Definitivisht xumaja është një status i lartë. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë kush pastrohet në shtëpi, parfymoset, veshet bukur, shkon në xhami, nuk i kërcen me koka njerëzve, e ndëgjon khatibin, hoxhën e mon hutbën, nuk fol, dhe pastaj largohet pe xhamis pa shtetësuar, për të tillën do të jetë shpagim apo falje mes 2 xhumave. Andaj kjo çfarë na mëson në çështje se përveç se me u vesh bukur dhe me u parfymuar dhe me qenë pastër, do të më hesh në ditën e xhumës. Mirë po, kthejmë te tema e cila ishim duke biseduar. Allahu me një hadith përshkruhet inna Allahu jamil wa yuhibbu jamal. Allahu me të vërtet është i bukur dhe do të bukur. Andaj pe suneteve të ditës xumë, përveç se kemi me u pastru, me u parfumos, me u vesh bukur, është edhe mi kushtuar rëndësi se çfarë po veshëm. Andaj pejgamberi sa me një hadith tjetër po na thot Allahu dëshiron që ta takoni në shtëpiat e tij, në xhamit e tij me rroba të bardha. Kjo është një vlerësim shtesë. Pra ka një porosi specifike, shpesh edhe për ngjyrën, shpesh edhe për standardet ngjyra e bardhë. Pse? Se feja jonë është e pastërt. Zatën e kemi pjesë të imanit pastërtin. Ato duken pa pastërtit pasaj dhe më të qarta. Edhe më lehtë duken, mirë, po ne me veshjen e rrobave të bardha, tash po themi prapë tek suneti. Nuk jemi duke folur tek obligimet. Është që me pas një rrobë bardhë veshën. Po gjithmonë duke folur për etikën e besimtarit. Etikën tash për fat keq ne jemi imam dhe shohim raste kur njerëzit na vinë ditën e xumë me fol me ato kputët që shkojnë me ble te dyqani bukën. Vinë me disa rroba që nuk i kanë hije ditës xumë. Dhe neve na bjen parasysh në ajit kuranor
ku Allah thotë kuan wa man yu'adhim sha'ir Allah fa inna min taqwa al-qulub. Dhe kushdo që i respekton shajat e Allahut, kjo është shaja e imanit. Andaj ditën e xumë do të më reflektu të besimtarët madhërimi i kësaj dite. Jo vetëm hajtë të fali xumon. Mirë po, duke lexuar surën Kaf, duke u pastru, duke veshur rroba të bukura, pse me bart mesazh tek të tjerët. Jemi munduar disa herë që të bartim mesazh përmes xumos, duke potencu, sikur vetëm këtë sunet të ditës xumos ta respektonim aq sa kërkohet, numri i adhuruesve në ditën e xumos do shtojë shumë më shumë, sepse ti duke veshur rroba të bukura, duke qenë sunetin vend, duke veshur spakun i këmishë të bardhë. Një këmishë që tregon se sot te ki të veçantë do të ishte numër më i madh, sepse ti pa fjalë, por me vepër i fton tjerët në namazin e xumos. Andaj pra edhe pse ndihesh mirë me të, paralelisht merr dhe shpërblim dhe sevap tek Zoti, sepse shpesh njerëzit kanë po themi dilema se si po dukem tek të tjerët, besimtari vishet bukur për të dukur tek Zoti, për të qenë i sinqert dhe i vërtet me të. Ndërkohë një prej mrekullive të namazit me xhamat është rreshtimi i safeve, është një simetri jashtëzakonshme që sapo ka mbaruar ikameti i muezinit, menjëherë besimtarët në mënyrë të pasforcuar krijojnë një simetri të habitshme dhe shumë të bukur. Sa rëndësishme është që ta ruajmë këtë saf në formën e tij më të mirë dhe më të bukur. Nëse me ku vetëm mrapa do kthehena mbeta pak mrapa tek veshja. Tek dita e xumë kemi një sunet shtesë. Ajo është veshja rrobave të reja. Atje shumë tek dita e premte, veshja rroba të bardha. Ndërsa ditën e xumë kemi një sunet shtesë që me vesh rrobat të reja, nëse është mundësia. Dhe këtë e kemi po me shembull Omer radhiyallahu anhu, i cili për ditë Bajramit ka shku ka bler rroba të re nga Mëndafshi. Mirë, po i dërguari i Allahut thotë këto rroba janë hise e atyre që nuk kanë hise në ahiret, non pa besimtarëve. Andaj këtë argument e marrin dietarët se në ditën e Bajramit është mirë me vesh rroba të reja, pse ta madhrojmë edhe më shumë fen ton duke shfaqur ato haptaze. Andaj në këtë drejtim duhet të jemi të kujdesshëm që përmes veprave tona ta madhrojmë Allahun dhe ta shfaqim në të haptas për tjerë, duke i ftuar të tjerët me etikën tonë të lartë në besimin tonë. Ndërkohë, rikthehemi tek safet, tek mrekullia e rreshtimit të safeve, tek simetria që krijohet mes besimtarëve, pavarësisht se ata ndoshta edhe nuk e njohin njëri tjetrin, lehtësisht rreshtohen në xhami. Çfarë vlerë dhe çfarë rëndësie ka që safi të jetë sa më i plot, sa më i drejtë? Namazi si shtylla kryesore e fesë, për cilën Allah na ka kriju, përbëhet prej dy komponenteve, ajo është aspekti jashtëm, fizik, dhe ai brendshëm. Ajo brendshme është që ne çfarë këndojmë, çfarë lutem Allahun, ndoshta ai jashtme një prej saj është rregullimi i safave. Andaj në fillim saf nuk kanë ditë si me rregullu safat. I ka bënë në formë harkore, ndërsa atëherë erdhi urdhni që të rregullohen dhe të rreshtohen safat duke i përgjasuar me laçeve. Andaj, cili është suneti i rregullimeve të safave? Është interesant se Muhamedi alayhis salam i ka kushtuar rëndësi të madhe rregullimit të safave dhe i ka përkujtu sahab rregulloni safat, plotësoni safat, madje është kthy me fytyrë ka ata. I ka shikuar gjithnjë nga një, ai në rregull safin, pastaj me dorë i ka shikuar as safi i rregullum. Krahorët janë të rregulluar mirë, madje si element shtesë sigurues ka caktuar njëri për safat që nuk i sheh mi kontrolluajnë safat në rregull. Pse kët? Sepse rregullimi i safave është pjesë për rregullimit të namazit. Andaj në këtë drejtim jemi duke qëndruar para kujt? Para Allahut. Të rregullohem mirë, të rreshtohem mirë, të drejtohem mirë dhe të shmangim që të lejmë hapësirë, sepse ato është ku hin shejtani i mallkuar. A duhet të rregullojmë dhe zemrat hoxh në këtë rast, sepse ndonjëherë shpesh i japim rëndësi formës, po neglizhojmë tek përmbajtja, tek ajo që kemi në krahun e majt një vllajin ton dhe në krahun e djathtë gjithashtu një vëlla besimtar. Çdo neglizhim që ne e bëjmë në ibadet, shkakton një mungesë në ibadetin ton. Çdo neglizhim që ka kemi. Andaj këtë drejtim pse tham pejgamberi sa me kalon një person me rregullu safin që mos me pas hapësirë, mos me pas bashllak. Për fat keq vllajër është një dukuri. E cilën kemi trashëguar, ai ka ardhur si pasojë COVID-19. Shohëm se pasojat e Covidit, sidomos në përsafa kanë nën shumë. E kujtojmë kohën gjithë kur në periudhën e pandemisë Covid jemi fal me distancë. Mirë po, tek njerëzit është krijuar një lloj natyre që me vazhdu me fal namazin në atë formë, e që është
tmet e madhe, andaj mos afrimi i trupave ndikon në mos afrimin e zemrave. Dhe kjo distancë ndonjëherë është shumë e madhe, të bën me u shqetësu pse njerëzit nuk po afrohen, mirë po si duket ajo frika e Covidit ka mit tek njerëzit prezent dhe ndikon që mos të rregullohen safat. Andaj për neve si besimtar, na duhet me pas një qasje jashtëzakonisht të kujdesshme në plotësimin e safave, sepse e tham plotësimi i safave është plotësimi i namazit dhe namazi duhet me qëndru, duhet me përngjasu me formën e melajkeve të rreshtuara. Ndërkohë, duke qenë se jemi në muajin e Ramazanit, në këtë muaj kur çdo adhurim shpërblehet shumë fish, çdo adhurim merr tjetër dimension dhe tjetër rëndësi për besimtarin. Besimtarët shpesh zgjedhin që të qëndrojnë më gjatë në xhami dhe jo vetëm për të kryer namazin e farzit. Sa e rëndësishme është që edhe në Ramazan, por se dhe jashtë tij, të mos dalim me një herë, por se të qëndrojmë duke lexuar Kur'an, duke bërë dua apo duke falur namazet tjera. Lidhja e besimtarëve me xhamin është lidhje fuqishme. Dhe këtë e kuptojmë dhe e shohim tek lidhjen emocionale të besimtarëve me xhamin. Pak ka çështje për atyre të cilët e falin namazin me një çështje hajt të heku qafe, ta kry. Pak ka tillë. E shohim që njerëzit janë të lidhur me xhamin, e dojnë xhamin, zatën të qëndruarit në xhami, sidomos pas faljes së namazit, është pejkove më madhështore që dikush mund me shfrytzu. Andaj është prej sunetit, pas ta falim namazin, mos me ngrit më njëherë, sepse ti je një mirësi të madhe. Andaj Said ibn Musayyib, një prej dietarëve më, e thot të qëndruarit në xhami pas namazit është të qëndruarit me Allahun. Allahu akbar. Atë kohën që ti vazhdon të qëndron pas namazit, ti je duke qëndruar me Allahun. Ndërsa Sheikh Ibn Bazi, dietarët ndaj, ai thotë ky qëndrim është prej qëndrimeve më madhështore që dikush mund me pas, sepse kjo është kohë kur melaçet lutën për ty, bin istighfar për ty. Edhe është një mirësi jashtëzakonisht e madhe, andaj kush është ai që i lën kjo mundësi me ik. Andaj jemi të inkurajuar fuqishëm që të qëndrojmë në xhami s'poku për një kohë të shkurtë, që të arrijmë të kjo begati, të arrijmë të kjo mirësi e madhe, gjësa dietarët tjerë, duke interpretuar këtë, kanë thënë, kushdo që është i ngarkuar me mëkat të shumë, ka shkel kufit e Allahut shumë, dhe e ka hup shpresën të mëshira Allahut, le të qëndron në vendin ku është fal, për një kohë pak më gjatë, në mënyrë që të luten me laqet për ta, që të bëjnë istighfar dhe të arrijnë të ky premtim që Allah m'ia fal mëkatet dhe të arrijë begatim. Andaj ka vlerë të madhe. Zemra besimtarit duhet me qenë lidhur me xhamin, edhe në këtë drejtim adhurimin mos me kry vetëm se kam obligim. Kur themi adhurim, po themi fillimisht namazin. Jo se kam obligim, mirë po me gjet kënaqësinë. Në ato e pastaj do shohim rezultate të cilat do të jenë të mëgjepshme edhe për neve në këtë dynjë edhe në botën tjetër. Dhe ndërkohë, nata e Kadrit është ai momenti kulminant në gjithë muajin e Ramazanit. Shumë besimtarë zgjedhin që veçanërisht 10 ditët e fundit të qëndrojnë sa më gjatë në pamundësi për të ndenjur ndoshta të 10 ditët. Sa rëndësishme është që së paku në këto 10 ditë ta shtojmë kohën e qëndrimit në xhami, normalisht duke shtuar dhe adhurimet në xhami dhe jo thjesht ndonjë fizike. Tash nata e Kadrit, Allahu na ka treguar Kur'an çfarë lirë ka, khairun min alf shahr, është më mirë se 1000 muaj. Është fjalë e Zotit dhe andaj kur të sheh në thesor të madh, cilin nga ne në dynjë do neglizhonte. Mirë po para ahiret do të më pas edhe një inkurim edhe më të fuqishëm, të nxitojmë drejt saj, sepse ka shpërblim të madh. Andaj për fat keq, ne si besimtar po të dështojmë në planifikimin e kohës. Jo fort larg e patëm vitin e ri dhe pom të tjerët se kanë organizuar kohën e tyre për me mujt më kushtu familjes adhurimeve të tyre. Andaj ne si besimtar në Ramazan do të më kushtu rëndësi organizimit të kohës në mënyrë që të ndajmë kohë sa më shumë për me adhuruar Allahun, që me u veçu me Allahun. S'po me pas një periudhë kohore mas yatsis, mas taravive, një gjysore, një orë me qëndru në xhami. Pse? Sa ato janë thesare, të jenë bashkë të xhenetit, jo duke vjellë fruta sa më shumë. Andaj në këtë drejtim, sidomos në kërkim të natës së Kadrit, do të më qenë prezant ky zell, ku ne adhurojmë Allahun, lutem Allahut sepse në këtë natë zbret kaderi. Dhe ti përveç se nxan se vop shumë, po ku e dimë ne çka ka caktuar Allahu për vitin e ardhshëm. Andaj, cili është mjeti që na me trajtu kaderin, është duaja. Ja Rab, mundso kur të zbret kaderin tokë që për mua me koni këndshëm,
mos më kon viti sprovave, mos më kon viti smundjes, mos më kon viti humbjes, andaj besimtari e ka shtyllë të imanit me besu në qada dhe në kader. Andaj, në këtë natë kur ne e dim që pe levhi mahfuzit zbret kaderi për mu dhe për ty për gjithat, të lusëm me Allahun, të jem të lidhëm me Allahun. Pastaj, ky adhurim ne që e bëjmë vetvetiju jep fruta, vetvetiju prodhon ibadete që edhe ndoshta ne vetë kena më çudit, mirë po nuk kemi më çudit për shkak se është fryt i punës të Ramazanit. Ndërkohë, xhamia është vendi ku besimtarët takohen më së tepërmi dhe forsojnë lidhjet me njëri tjetrin. Po në xhami ashtu siç dominojnë po themi fytyrat e buzëqeshura, nuk mungojnë ndonjëherë dhe fytyrat e ngrysura. Pra shpesh ndoshta për shkak të halleve, presioneve të jetës, angazhimeve, shpesh hym të tensionuar, hym të ngrysur dhe ashtu dalim pa i dhënë selam ndoshta askujt dhe pa takuar askënd. Sa rëndësishme është që kjo kohë e qëndrimit në xhami të jetë e shëndetshme në raport me vllazërinë. Shpesh të vjetrit i gjejmë që mbas namazit japin selam njëri tjetrit, takohen, e pyesin. Normalisht të rinjt kanë më tepër angazhime dhe kanë më tepër punë e jashtë. Por se të ruajmë një ekuilibër duke shkuar vazhdimisht në xhami dhe duke forcuar lidhjet me njëri tjetrin. Tash është Ramazani, është një periudhë ku ne e rregullojmë raportin me Zotin, po do të më rregullojmë raportet me zveti. Në këtë çështje, qysh më çosni besimtarit që ka me halle. Nëse e ngushtojmë konceptin e xhamisë, atëherë do shkojmë të adhurojmë Allahun dhe dalim jashtë. Mirë, po nëse japim hapësirë që xhamin me trajtu qysh e ka rolin origjinal, do kemi hapësirë që xhamia tonë të jenë vend falje, vend takim, organizime të bamirësisë, pajtime, do të jemi ata ku ne ja kojmë hallin njëri tjetrit. Andaj nëse xhamia ka një rol të ngushtë, edhe prodhimi do të jetë i ngushtë. Mirë, po nëse xhamia e ka një rol të hapën, atëherë me lejen e Allahut do të jemi shumë më vëllazër dhe do mund të gjejmë një ndërtet të mirë, po kjo ka përvojë edhe për kreativitetit të xhamateve. Mirë, po roli bazë se xhamia nuk është vend ku vetëm adhurojmë Allahun. Shembull pejgamberi e ka përdorur si gjykatore, e ka përdorur si vend takim të qeverisë, e ka kështu për pajtim me prit delegacione, andaj nëse ja dhojmë rolin origjinal që ka në xhamia, atëherë me lejen e Allahut do kemi do hapësirë që mi pajtu dhe vëllezërit. Mirë, po nëse e ngushtojmë rolin e saj, atëherë do të çalojmë dikun në vende ndryshme. Hoxha, ju falenderoj shumë për këto këshilla dhe këto porosi që ju drejtuat gjithë besimtarëve, veçanërisht në këto 10 ditë të fundit të Ramazanit. Zot shpërblet. Edhe ju Allah shpërblet. U takoj shumë në hajër të mirësi çdo herë. Amin. Dhe miq, këtu e mbyllim dhe takimin e sotëm. Ishin këto porositë e Hoxhës për të qenë të vetëdijshëm se sapo dalim nga xhamia jemi në adhurim, sapo jemi nisur dhe kemi bërë njëtin duke marrë abdes, Zoti na shkruan sikur jemi në adhurim. Qëndrimi në xhami ka etikën e vet, çka e rrit nivelin e adhurimit dhe gjithashtu qëndrimi në këto ditë, veçanërisht në këto 10 net të veçanta të muajit Ramazanit, është një mirësi dhe është një tregues se zemra jon është e lidhur me xhamin, është e lidhur me shtëpinë e Zotit. Unë ju falenderoj që qëndruat me ne, do të jemi nesër sërish së bashku me një tjetër të ftuar. Kalofshi sa mirë.